Tani me thonë drejtën, gjithë kemi pas pritje që lëvizja vetëvendosje dhe zoti Kurti do të bëjë çmos që të krijojë raste për gjykatë kushtetuese. Edhe me raste të tilla të provoj të shtyj datën e parapërcaktuar të zgjedhjeve, tek e cila datë po na dërkon ai vet. Më lejoni të ritheksoj edhe një herë se akt gjykimi i gjykatës kushtetuese mbi verdiktin e presidentes, ky i fundit, pra, në paragrafin 175 flet qartë për rolin e deputetëve dhe faktin që deputeti nuk i nënshtrohet asnjë presioni politik dhe siç e shet deputeti vet, mund të marrë pjesë ose mos marrë pjesë ose të ushtroj bindjet e tij politike i lirë. LDK-ja, dhe këtu flas në emër të gjithë deputetëve të LDK-s, e konsideron që ky show një partijak nuk i shërben interesave të Republikës dhe në këtë drejtim nuk marrin pjesë në show të tillë. Dhe ta marrin siç qenë, si dëshirojnë ta marrin, por kjo është e vërteta. Tani i kuptojmë këto përpjekje për të krijuar rast gjykatë kushtetuese, konsiderojmë që është kosto shumë e madhe me fatin e Republikës të luhet kaq shtrejt e kaq shumë për një tatë zgjedhjeve. Sepse shteti megjithatë nuk është tajgare. Është seriozitet i lartë dhe një parti politike do duhet të sillej me jo vetëm me seriozitet, por me kujdes të jashtëzakonshëm ndaj normave kushtetuese, po këta janë të njohur për mishkel ato. Dhe tani kanë dhënë edhe një epitet karate president. Nuk besoj që ne të tjerë do të jemi pjesë e një skenari të tillë politik. Gjatë një konferencë kryeministri Kurti ka adresuar kritika në drejtim të opozitës sa i përket asaj se LDK-ja nuk i ka votat për president, a do të kolega ka mundësi lutem? A si përgjigje kritikave të kryeministit që ju po keni marrë shtirë se politikanë. Ju po bëni shkelje kushtetuese duke mos qenë në seancë dhe thotë që nuk i keni votat e nevojshme 15 të tilla për të luajtur një rol bllokues. Shqoni, unë sapo thash që akt gjykimi i gjykatës kushtetuese mbi dekretin e presidentes, ky fundi që dol, lejoni gazetar, lexojeni paragrafin 175 për të kuptuar se çfarë thotë për këtë çështje, shumë i qartë. Tani po mos kishte pas nevojë për prezencë, ne këto 60 ditë që kishim harxhuar për të negociuar për prezencë. Pra nëse s'kishme qenë domosdoshme nevoja prezencës të deputetëve, siç e cilësonte pala tjetër Johana Dun 83, 84, 85, 86, dikur tha edhe 90, ne do të bënim fare diskutime. Prandaj janë vetëm shprehje material zgjedhor, pak a shumë. Është para përgatitje një fushatë zgjedhore. Tani në shkrimet nuk dorëzohen te lëvizja vetëvendosje, sepse lëvizja vetëvendosje nuk është subjekt ku ti dush ti dorëzosh në shkrimet. Po ti është KQZ-ja, ndoshta kishim dorëzu. Po as Nagavsi s'është autoritet. Mund Nagavsi ti dorëzonte te dikush tjetër. Po këto janë çështje të marrëveshje politike. Siç jemi ulur gjithmonë të bisedojmë, kemi mundur të flasim për një emër caktuar. Po çka po kuptoj? Sepse çka po kuptoj për këtë proces, është shumë e qartë. Që Kurti do një kundërkandidat për njërin prej kandidatëve të vet. Pra do kurum që të zgjedh presidentin karate. Ne nuk mund të kemi president karate. Madje vetë fakti që një president do të jetë president karate, tregon se s'duhet të jetë president. Prandaj rrethana të tilla, kjo është një lojë politike, po unë do të deklarohem edhe në fund. Po. Në shkrimet dhe qëndrimi i LDK-s është shumë i qartë se i Kurtit dhe vetëvendosjes. Shumë i qartë. Ka qenë publik, është publik prej takimeve, jashtë takimeve dhe sot këto. Ne i kemi 15 nënshkrime për kandidatin e propozuar të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Për propozuar kandidati duhet merresh vesh me palën tjetër se cili është kandidat. Ai duhet na tregojë ka pas votat për Vjosa Osmanin. Unë sa kuptova ai tha kam vota për ta bërë kundër kandidatit Vjosën të Ferides. Pra në këto rrethana ai kërkon kundër kandidat. Tani, shiqoni, ne jemi në orët e fundit, po shkojmë drejt një situate të zgjedhjeve të reja të jashtëzakonshme edhe një herë. T'ju them drejtën, tani është vonë edhe të mblidhemi partitë në 5 orët e fundit, të mblidhem këshillet e përgjithshme të marrim vendime për çështjet e tjera. Ndjej keqardhje që fillimisht është tentuar të përmbysë trendi kushtetues, ndjej keqardhje veçanërisht që zoti Kurti nuk ka arritur as minimalisht për gatishmëri për një konsenzus për një emër që unë e konsideroj dhe vlerësoj shumë, ai si duket nuk e vlerëson.
E tani çfarë arrim e kuptuan, është pse pengon kaq shumë Vjosa Osmani Albin Kurtit. E ndoshta Kurti nuk do me zgjedh, po jashtë që jam i bindur që populli i Kosovës ka me zgjedh. Në çfarë forme? Unë mendoj që na paralajmëroni që do ta propozoni unë po ju them që unë do të flas edhe pas përfundimit të ditës së sotme, por t'ju dhënë gjitha përgjigjet e nevojshme. Një pyetje hipotetike. Çka nëse Unë nuk përgjigjem pyetje hipotetike. Po. Me 3 raunde votohet presidenti me 63 vota. Karate president, apo? Po. E qysh? Dërgoni në kushtetuese. Po shqisoni. Tani, do të diskutojmë në grup për të parë mundësitë të tilla, as na shkon mendja, as do të na shkon mendja që në mbrapshtësinë e madhe të dikujt që se don fare shtetin e Kosovës, do të provohet zgjidhet një president me shumicë minimale. Jo, është kushtetuese, nuk është dëshirore. Është kushtetuta e Republikës së Kosovës, akti më i lartë, nuk është dëshira imja. Pra ti kemi 80 deputet në sallë, është minimalja kushtetutës, jo dëshira Lumir Abdixhikut. Pra dëshira ime është tjetër çka. Por akti më i lartë i Republikës Kosovës kërkon që të jetë në sallë 80 deputet. Prandaj kemi po diskutime për 84 ma ti kërkonte. E dini tash këtë punë. Pra jo për 63, jo për 64, jo për 61. Po për minimalisht 80 deputet. Pra nuk është dëshira e imja, po vetë imagjinata një partije politike që mund zgjedh president, merrni me mend, pas sa vite shtetësie, pavarësi, me shumicë të thjeshtë, është friksuese në pas se çka si e shohin këta Republikën e Kosovës. Po a dini çka shëllimi këto? Le ta themi shumë thjesht. Po dojnë me kriju rast gjykatë kushtetuese, tu e shkel secilin parim demokratik, për me bleku, për me marrë një datë më e favorshme elektorale. Po unë mund të flas një rast tjetër për takimet e brendshme, besoj se kam për të folur shumë, por do të rrumbullakoja që është e qartë që ata nuk e dojnë një zgjidhje të tillë, ata dojnë një president që zgjidhet do si do gjithsesi, po që është i dëgjueshëm dhe që nuk bën përfasim dinjitos Republikës Kosovës. Besoj që do të kem një paraqitje tjetër në fund mbrëmje, ju jeni këtu, edhe do të vi me përgjigje konkrete. Faleminderit.